Xheneta si ndodhe pa pritur la ikën në Suedi, ja çfarë po ndodh me të. Ish banorja Big Brother VIP Kosova, Xheneta Fetau është përballur me një të papritur së fundmi. Çka e ka bërë dhe të ditur me një postim në Insta Story? Asaj është tentuar të merret llogaria e saj në Instagram, teksa gjithashtu të ka theksuar se janë hakuar edhe 10 llogari të fansave të saj. Ky sulm i madh sipas saj duket se po vjen tani më që po afrohet dhe finalja e Big Brother VIP Albania, teksa ka hedhur pikë pyetjet se mund të jetë nga fansat e gjistit ku shkruan: "Nuk e kuptoj pse gjithë ky tentim me më marr Instagramin tim, kujt jam tu ja marr bukën prej gojës, a pak i murët 10 akaunta të fansave të mi", ka shkruar Xheneta e mllefosur. Ajo ka vazhduar duke thënë se do ta thotë mendimin e saj pasi nuk intimidohet nga këto veprime, teksa në prag të përfundimit të Big Brother VIP Albania me 19 prill, Xheneta Fetau ka vazhduar të jetë aktive në rrjetet sociale, duke u rikthyer në vendin që e krijoi në karrierë suedin, ku është edhe shtëpia e kujtimeve të bukura të Xhenetës. Ajo ka shprehur vazhdimisht dashurinë e saj për këtë vend dhe momentet e çmuara që ka kaluar me ata që do. Xheneta shumë herë ka treguar se Suedia i sjell kujtime të bukura për të, pasi i kaloi me personat e zemrës. Ajo ka ndarë në rrjetet e saj sociale dhe pamjen nga rikthimi i saj në Suedi, duke i bërë kujtimet e saj më të bukura se kurrë, teksa ka publikuar edhe një imazh të shtëpisë së saj të re në Suedi. Rikthimi i Xhenetës në Suedi është më shumë se një udhëtim, teksa është një mundësi për të trajtuar të kaluarën tashmë që edhe Big Brotheri po vjen drejt fundit. Kujtojmë që Xheneta kishte lidhur një kontratë me Top Channelin pasi doli nga Big Brother VIP Kosova dhe duket se kjo kontratë ka qenë vetëm disa mujore deri në përfundim të Big Brother VIP Albania. Fansat e kanë akuzuar se Topi e ka përdorur vetëm për t'ju kundërvënë gjistit, çka e ka bërë për më shumë se 2 muaj tashmë. Kjo nuk ju është dukur as pak korrekte fansave të gjistit që duket që i kanë sulmuar edhe llogarinë e me mira komente në postimin e fundit, teksa Xheneta duket se me mbarimin e kontratës mund të rikthehet në Suedi.